Asprumi së shkretit dhe, të blokumi e të dhe. Abrakadabra, magjia kësaj radhe vjen nga Peja, me një protagoniste tepër të veçantë, thuajse speciale, e cila bashkon çiftet me metoda tepër efikase dhe për sukseset e saj flet me shumë krenari. A zëjt ka thonë t'i bi, nish pa kry, ma lici. Po të mi mojtë të dy... 2 gra. Treq, nish pa lek, një grë. Edhe që t'y blikirë, t'y blisajnë atje. Gjithçka që do ju tregojmë nis nga kjo grua, e cila duke parë vajzën e saj të dëshpëruar për humbjen e dashurisë, ka kërkuar shpëtim tek lulja e Pejës. Fjallë mas fjallës e kena gjetën, tu ndihmon me kthy të dashurit se i dashuri shkoj pa fjallë. Pas bisedës së parë, lulja nuk ka kohë për të humbur, por bën menjëherë kërkesën financiare për shërbimin që do bëj. Në ka thirrë në telefon, ka muj me kthyhan, krejt muj mi bohan, sa 800 euro. Ja qumë 800 euro, s'po bot puna me 800 euro. E 800 qera. Ja qumë e 800, s'po bot me edhe me këtua, edhe 800, ja qumë edhe 300, ja qumë edhe muna e ndërprejtëm kontaktin, krejt se kum pa që veç pare për do me marën, edhe pse ja kum që 3.000 euro. Në paret a ja ke dhënë ti cash, a ja ke qumë me Western Union? Valla i cash. 3.000 euro cash për të kthyer të dashurin e vajzës, me rrithe makabër, të ngjajshme me ato të tribuve në pyjet e Amazonës. Jeton në Pejë, bashkë të vorët e Pejës, me ujna dekmit të të punoj. Qysh me ujna dekme? Me ujt dekmave, shajlajnë. A, që i lojnë gjenazë? Po. Që ka bo qika me atu, ja ka pia, e ka la vetën? Jo, qikës ja ka dhonë me ja dhonë të dashurit vetë. E qika ja ka dhonë të dashurit atujna? Ja ka dhonë kur jo se ka gjithë. Asgjë si ka ndodhur, por fakti që një teriut i jepet të pi ujë me të cilin është larë një i vdekur, është vërtet rënqatës. Sidoqoftë, le të shohim vetë këtë grua, e cila me metodat e saj të neveritshme arrin të mashtoj persona që kaloj momente të vështira në jetë. Për këtë, ne ta kemi shfaqet një i ri me banim në Amerikë. Apo ma shpjegon tani, pak a shumë. Unë që nga 4 vjetë, që kismet, me që të thonë, një martes të vogël, po që një vjetë e gjysë e ka morë të mrapshtën. Apo me ndonë me afru, apo me ndonë me hek, me u shpliru. Se ka ma dje, ka ma shtret ti, që shiki sanet. Ma nga tregon ti që shiki. Po, lumin me të shkri kam 50, pijane kam 20, kartat nuk janë për ty. Meny shërbime është cilësore, çmimet e favorshme për klientët. Kjo po që është një shëruese e vërtet e shpirtrave. Ma spjegon pak qysh bëhat, te bëhat, çka bëhat. Veç a ki për rapit saj. Dhe të regoj, qa ka defekt, qa s'ka defekt, ku është, ku sa është problemi saj. Ka pisën kur dura me ta po? Fillën të bëni, tash bëhet. I tash bëhet, qa fleti? Kur vjen puna të leku, s'kemi kohë për të humbur, ndaj nisim shfaqjen. Asprumi së shkretit dhe, të blokumi e të dhe. Inshallah po bashkomi. Inshallah bashkoni me të mira, jo me gjelozi. Me edhe kush është? Familja jashtë, një shoqe sajnë. Po, që jam unë shkrytin të saj. Ku mu pajtoni? Po, Po, pajtoni me këtë. Dhe që tash është të bëllë dërojnë pa lidhje, sa është bëmë një rrëth, me të një rrëth kurbash. Që në ka rreth serioz, si do qoftë një na interesant që të dalë sa më shpejt nga aty. Mas sa kohë e reagon. Kjam shumë mas një jave. Reagana dhe vazhdan komunikan me ty. E qysh ka mu qëtësu kjo? Është të qëtësu, me mendu vesh për burë vetin, a kuptar? Dhe me tonë është e sigur që pajtohen. Por përveç plumbit, për të forcuar me shumë magjin, lulja e Pejës përdor armën e saj me të fuqishme. Ujin e të vdekurve. Ku mund është me hadhe këtë ujin, në emër të sajtë? Ku të shërë. Edhe këta mund është me hadhe? Po. Ti mund është me hadhe dhe tash po shku krejt i që ati dhe sajtë, tuk e ura i tu. A ty ka ujë shumë. Po nga na vjen kjo lule e magjisë së zezë, që po ma gjepë Pejën? Ti po folë Si? ti e shërnisë. Po shqipnisë më ne? E ka e kje? E shkodres. Unë jam shkodrane vëlla dhe jam shumë krenare që jam shkodrane. Problemi është nëse shkodranet njihen krenar me këtë që bën kjo zonjë që hiqet si mrekulli bërse. Se sa jetë në Kosovë? 26 vjetë. Unë në Kosovën së ndroj me Amerikën. Qa është Amerika se sen sështë? Po. Atje ka punë, ka pare, s'ka dashurin, ka hub dashurin në Amerikë. Prandaj ky i ri e ka humbur dashurinë. Shkak që ka Amerika dhe jeta boshe që bëhet atje. Ndaj një derë dhe Pej, sa po është hapur. Ti numrin të me kejtë ashtë. Po. Numrin mos e fshiz në amër. Edhe atje në Amerikë më është me morë telefon. Po më ka na, unë e krymë vetë ja. Po unë e kry këtu. Unë të shpjekaj ty në telefon, tap me njëherë. Ti më shpjek për parë të për Amerikës. Po, nuk ka problem. A, kuptoj që më të thonë? Po. Ati për Amerikës për morë me hapë biznese, po pajtojnë burë gru, Ka pas sukses dikush. Mashallah, për biznes, vesh me telefon të regoj, hec, bam, po vesh duhet me kënë dikush me të hapë me të morë një ilaç.
Po. Po. Ata që lynë duhet, se kështu, dhe që dikuj që din me marrë pare shumë. Pas plumbit dhe ujit të vdekurve, një produkt magjibërs që prodhon para është risia e radhës e lullës së pejës nga Shkodra. Po si kur dikush të kërkoj më shumë nga jeta? E diti që janë punë që ka i gru, ka 2 gra, ka 2 burë, po këtë te, aty ja thëmë goj, kanë edhe babën edhe nonën. Kur thot dikush të dyja një ka shkushtor. Ka shkuar 5 majtë dhe 10 i kina mua. Po ta jep një bej zotit. 20.000. Pasha i këtë zot. Ka 10 ka thonë t'i bi. Mish ma kry. Ma lici. Edhe aty çdo mafti ka 2 femra, ka 2 dashkënore. Po do mi mojtë 2 gra. Treq, një shfalek, një grë. Edhe që është e vartume ja. Edhe që ty blikirë, ty blisajnë atje. A nuk është e pa moralshme kjo që sa po dëgjuam? Po më interesohet punë ta bëj mirë, ty që më interesohet çfarë bën ti më vëlla. Por fama e lullës ka shkuar deri në Bronxin e Zhomshëm, atje ku një shqiptar i ka kërkuar ndihmë. I tash e kena pas një Bronxit. Një që ka hapi biznes, e ka prodhur një 2 ruse, femra. Ai kthejte, ne tregoshin punën. A pagujte një? 50 Euro, dollar. A një që na ka dhënë punën, ja kena dhënë edhe 5.000 atij. I ka pas halal, se ka përkthy punën atij shumë. Krejt njerëz të mëdha i bën dikush. Apo ka politikës? Po, jashtë normales. Ata nuk po një treguar ana. Apo vinë këto gratë deputete me kështu filxhan? Çfarë gjana të krisin në shumë. Do ta punon një deputet për tash për zgjedhje. Kur dush. Sa mund të kryjnë një deputat. Krej. Pas këtij shërbimi tepër efikaz dhe bisedave të ngrohta me hallëxhiun e radhës, ky i fundit e lë në dorë 40 euro. Një shumë që nuk është se e le të kënaqur magjistaren. Halal çosh, në 14. Ka shto zoti gjithmonë për reçetën një arabi pshalli pash me miliona. Pak ditë më vonë, i riu lë një tjetër takime me magjistaren. Por në vend të tij, paraqitemi ne. Gazetare nga Piranjat. Pse për mashtren njerëz të takon 3 vend? Zemër, po zemër mashtren. 3 njerëz pse? Jo vëllai, tani kam dhënë. Ani problem u Veç pak. Jo, mikrofon. Jo. Jo, pse i mashtron njerëz? Çu që merr 3 euro? Çu shi i bashkën ti çiftet? Ti që lyp 3 euro për i bashkim çiftet. Na jo vetëm pak. Pse i mashtron? Jo, kujdes. Jo, pse i mashtron njerëz? Jo mikrofonin. Jo. Jo parisjen. Pse i mashtron njerëz? Ju tregon zoj. Pse i mashtron njerëz? Pse po ju merr parë njerëzve në hallë, zoj? Faleminderit për të jeta, shumë faleminderit për të jetë. Shumë faleminderit për të jeta, çfarë kursat bune, bravo.